im vini midis dëshirës dhe mundësive. Ka i diferencë shumë të madhe. Po. Pavarësisht se dëshira jonë prevalon më shumë. E kuptoj. Se Foden, Po. vetëm Foden vlen sa gjithë kombëtarë. Ke qef ta djesh pak Flori Thomajnë, qa mendimi ke, se është në studio? Nuk e di, le të flasim. Qa mendimi ke? Pa tjetër ta dëgjoj. Se besoj se kemi dëgjuar, pra akoma. Flori, përshëndetje. Përshëndetje. Po se lam ne... Po, bashkimo ti që ke si angleze, nuk dike, buri dhe të markim shumë, ta gjëjmë pak djalin. Me që ishtë ta teknike, diploma që ka profesorët do nuk i kam, kështu që respektoj pak dhe... Bjeme, ka 5 dekadat nga zëri sportive. Tani, qa thonë ata, se ti e mjeshtri online e gjitha këtyre historive, qa thonë anglezët për ne? Shko, anglezët kam pak i natë me ne, se janë mbushëm atë tribunë në krahun tonë, edhe ata aty e kanë merakun e vetë, ata janë... Si ishin? Po tani, ne kishim 5.000 bileta, shkon 20.000 shqiptarë. Ata nuk e pranojnë aq shumë këtë fakti që u gjumë më tepër nese ata në stadium. Paktën të kjo fitum ne të kjo anë. Të kemi tonë. E kam edhe një pyetje për Florin. Po, qa e këto fotot në ekran që do shfaqe, sepse ka dhe komente. Ka dhe komente, duket nga nga tjetër. Po ti kemi dhe këtu të lutem komentet. Ti kemi këtu nga afer që të shikojmë. Ja, këta janë. Great noise from them too. Shikojmë qik. Should have done a passport check. Do t'i kishim kontroluar pasaport atot. Në Wembley. Andi Mat, komente. Ja shkojmë pak se janë interesante komentet e anglezve. Një fund, qa është kjo? Kjo është away end, që thonë anglezët, është ajo krau që një fund i shitë për Shqipërinë në Wembley sonte. Okej. Është krau plot me shqiptarë. Plot me shqiptarë. Nuk e kanë... Ikim të në i koment tjetër shkojmë. Jordan Gladwin, it's more of the home game for Albania. Do më thënë, duke si ndeshje në stadiumin e vetë. Thot, komenti, interesant, po? Për t'i pozit. Më pak kanë udhëtu shqiptarët ose anglezët, me idenë që... Kanë udhëtuar më pak, do më thënë se kanë qenë, me që jetojnë në Angli. Ironike kjo. Dhe probably traveled less than England supporters. Po, ishte nga Mike Moyes, atëre Marion Walker, bad crime in London was down between 7 to 8. Bo, si qeka kjo... E shikon që thonë Nedja për ne? Krimi, krimi në Angli, thot, krimi në Angli, nga ora 7 deri në ora 10 darkës, është ullur. Jo, po kjo është atë mërshme kjo. Me gjithse njërëzit bëjnë komendet ndryshme. Po mund tjetë se... Mund tjetë dhe e kundër ta. Se gjitha anglesët ishin në stadium. Dhe ishin... Ne nga përqen të me bëjmë kështu. Skiftere të veprim. Është ullur krimi në Angli, nga ora 7 masdite dhe 10 ka mbajtur shqiptarin në stadium. Kjo nuk pëlqen fare. Si do e komentojë këtë? Gacmuse është, tani varet se do të interpretojmë. Unë them anglezët. Anglezët i kanë këto. Flori, si ishte kjo? Flori, sepse Flori ka pasur një video shumë virale, si është ajo, unë në kryzime. Unë në kryzime, do kryzime. Këtë herë me sa kryzime shikon këtë herë nuk bëjmë punë kryzime. Ngelemi që këtë komentet. Do në kalu 2 oqeane këtë herë, është pak më vështirë. Ngelemi të komentet. Flori, çka kanë qenë komentet, dhe të falenderoj për gjithë pasqyrën që bëre sot për këne. Si ishin komentet në tërsi? Shkojmë të në koment tjetër. Shkojmë shumë janë këto komentet humori anglez, di që është pikant, edhe gjithmonë këto komentet që na gacmojnë pak, po... Na kishin gacmu shumë, na kishin sharë, që na kishin bërë? Qa, ishin 1400 komentet, vetëm të kjo foto që kam pa. 1400? Dhe më thënë, i ka dhëmbur pak anglezë. Po kryesisht si ishin, pozitive, negative? Për dhjera ishin. Për shumë, ka nga këta që thot, bën goxha zhurmë në tribun, që i pëlqenin që bën shqiptarët, ka nga ata që thonë ra krimi, ka nga ata që thonë... Po këto lojtarët, le të flasim me mas ndeshjes trajnjerë, specialiste e futbollit e ndjek? Shiko, pa është Bellingamin që tha ishte vështirë me këtë ekip që ishte gjithë mbrapa. Dhe më thënë, edhe ai që bëri edhe pasimin kyç që vetëm ai mund ta bënte. Po, kryzimo. Prapë ndjot vështirë që... Bëri pasimin kryzimo. Mirë do ishte mos ta bënte me ne, po që... Ke zirë dhe i ndjo pak vështirë. Edhe Harry Kane tha që trajneri Tuchel nuk ishte aq i kënaqur, tha me çfarë dha në fush. Ja dhe atë bëri golin 70. Po, ato golat që vetëm Kane i bën, që ngjet stopi aty godet edhe... E kuptoj. Tufa çka kishe ti se the diçka do... Jo, ishte goli i Kane, ishte i 70. Po pra, po çka kishe një gjë, më se do të me kamerak me zhupën. Jo, ma ja tha zhupës, vetëm foten për sa ekipi kombëtar joni më përta. Nuk bëhet e shumë krahasimit tani. Për këto tani Çelmeta. Unë do të them keq për te. Ja për shkak Kane, ja, ky ishte objektivi kryesor, marrja 3 pikëve. E dominuan ndeshjen.
Shqipëria nga dalë pjesë në dytë. Janë skuadrë e fortë dhe shpesher na vunë vështirësi. Rezultati 2-0 është i mirë. Luis Skelly është një lojtar fantastik, nuk është e lehtë për një lojtar kaq të ri të debutoj kaq mirë. Kishte shumë besim me topin, duhet të jetë krenar për këtë paraqitje. Jemi të lumtur që e kemi në skuadër. Harry Kane, Captain of England. Këtë do të thoja që për te i performancë paraqitjes i këvi që lujti i të req, Anglia u vu në vështirësi, qoftë në realizimin e golave. Pra, do të thoja që ndeshje drejt mund të ishte 1-0, për vetëm një kontrakohë e Ajetit, sepse ndeshje tje e bëri goxha mirë, por që dhe Anglia, jo Anglia e madhe njërën tjetër, me gjithë gjëndë që ishim ne dhe pse luajnë të req, nuk dha në një. Por ishte të friksuar ne do këshim marrë më shumë, ore. Vajtën të friksuar ne. Jo vajtën friksuar. Jo frikë. Kjo është. Po jo me dakord. Me lepurin bark. Si ishte? Me lepurin bark. Jo, nuk është pjesë e saj. Vëre që këto ndryshimet kanë filluar që kur Silvinho u bë pasaport lushnje. Edhe kjo humor anglez. Ka lidhje, ka connection. Ja, lusha edhe vetë, nuk kam çfarë. Prandaj, po pse çfarë ndodh? Për te i kësaj ishte edhe pjesa e arbitrimi që do ta theksoj që nuk ishte edhe shumë korrekt. Çfarë bëri arbitri? Çfarë bëri arbitri? Qoftë ai rasti me fjalë. Ore ti ke marrë vetëm një karton verdh valla. Ti nuk i gjyje dot asnjë karton. Më fal, nuk i karton nuk duhet. Po zotri, nuk i gjyje dot me sjell. Kartoni është nuk kishe mundësi ti gjyje me sjell. Po s'ka lidhje kjo. E di një karton ti do të kishe marrë 8 kartona të verdha. S'kishe mundësi ti bie më. Që ishte një abrapa. Migjësera do të me kuqe Tendenca arbitrimit. Po ka tendenca arbitrimit. Ka ndryshuar shumë. Si s'kishte. Katër herë ka rënë Bilbilit pjesën e parë. Një karton. Ajsa i ramër, profesor. Ajsa i ramër. Ska nuk isha dy luftime asgjë, ne duhet ishim agresiv. Ne duhet ishim agresiv në lojë, kupton që ta nxjerrim jashtë lojë Anglinë.